hiu, që shësha pjesën e Zotit Limaj? Me që votat e nismës nuk shkojnë kërkon, nëse s'merë pjesën zgjedhje. Pra nuk do të dalin? Nuk dalin, se edhe ashtu shumë unë besoj që sa po shoh ka një farë predispozicionin që mësë me dalin zgjedhje, që nuk është mirë. Në aspektin e përgjithshëm? Në aspektin e përgjithshëm. Kështu që unë mendoj që PDK ka gabu që se ka marrë Fatmir Limajin, sepse tash nuk e ka veç garen me vetëndosën të se në vështirë mundet me kalu. Do më thonë, mundet vetëndosë e me ra. Po s'mundet me kalu po mendoj, prapë s'mundet me ra poshtë PDK-s. A lëkundët vendi dyti PDK-s në këto rrethana? Ndoshta mundet, do më thonë që pas ardhes së vjosës në LDK, tash mundën me konkuru për vendin e dytë LDK-ja. Kështu që edhe ndoshta aty një vot mundet me bo dallimin. Votat e Fatmirit kishin me qenë shumë nevojshme. Do më thonë se për edhe plus entuziazm. Do e bojnë dallimin. E bojnë dallimin ku do të shkojnë. Tjetër, ato se po më shkruajnë, do thënë, a veç Vjosa Osmani ka ndryshu fjalët, Albin Kurti si ka ndryshu fjalët. Do të me qëtësu shpirtat, me thonë që edhe Albin Kurti ka ndryshu. Kurti e ko këto stil. Do më thonë, pej atë bashkimi me Shqipnin, dhe të slehën kushtetuta, dhe të këto, po kryesisht, do më thonë, ndryshimin e ka pas për mirë. Halos ka ndryshu... Veç flamurin, bro, halos po ta qetë. Halos ka ndryshu sa duhet, po vjen. Po më dojnë, po në qatë rrugu njës, po herë skoqore, do më thonë 7 vjetë. 7 vjetë të shlajfit. Në 7 vjetë në herë pilluqi. Unë e kom dyshim, se prof, prej ku që ze nuk e di, a ka me mujtë mu transformu direkt. Shikot. Të lera ljarë. Ashtë da e qetë bashkimit e Evropian. Jo keni patë skenën kur ne kom organizue këto... Pse për besnik se s'kemi ko? Nura, atë 5 vjetorin e vdekjes deputetit Ramadan Kelmendi, ku e ka qëndru pranë meje, edhe kur këmë thonë në që juftoj që të ngritim në këmë të nderojmë himnin kombëtar, a nuk u qunë komë. Dhe thonë se... Ka po cilën himnë kombëtarën e? Cilën himnë kombëtarën? Himnë kombëtarë të Kosovës. Kjo është shtetit, jo i kombë. Nuk kemi i kombë. Aj nuk u që, sepse aj himnin e Kosovës nuk e konsideroj himnë kombëtarë. Mirë po, ne të njëjtën gjë kemi po për shumë, kemi kujtue këto vikimat e Srebrenicës, që kam qenë organizator unë, edhe zonja Emilia Regjepi. Profit të limet shpeshef. Atëhere, kur moderatorja kaftu mu shumë kom për nderë të himnit kombëtar, Kosovës kuptohet. Në qaftë ju minuta që sa po i humbët. Që ka lëvizje progresive. Po.